Qa ndodh kur ha vezë çdo ditë? A i ke pyetur ndonjëherë veten fakt çfarë ndodh me trupin nëse do haje vezë çdo ditë siç bëhen? Në këtë video do të tregoj arsyet pse vezët janë një nga ushqimet më të mira që mund të konsumosh çdo ditë. Së pari, vezët janë një burim i pasur me proteina cilësore. Ato ndihmojnë në ndërtimin e muskujve dhe në mbajtjen e trupit të fortë. Ato kanë shumë vitamina si B12, D dhe A, të cilat janë të rëndësishme për energjinë, imunitetin dhe shëndetin e syve. Po ashtu vezët përmbajnë kolin, një përbërës thelbësor për trurin, i cili ndihmon në përqendrimin dhe në një kujtesë të mirë. Një nga mitet më të zakonshme është se vezët rrisin kolesterolin, por në fakt për shumicën e njerëzve ato ndihmojnë në balancimin e kolesterolit të mirë dhe të keq. Edhe lajmi i mirë është se vezët të mbajnë të ngopur për një kohë gjatë, çka do të thotë më pak dëshirë për ushqime të pashëndetshme. Pra, a duhet hash vezë çdo ditë? Nëse nuk ke ndonjë problem mjekësor, po, janë të thjeshta, të lira dhe të mbushura me ushqime me vlera ushqyese. Mos harro, cilësia e vezëve ka rëndësi. Zgjidh vezë nga produktet e fshatarëve kur është e mundur. Ndaj këtë video me dikë që mund t'i hyjë në punë ky informacion. Mirupafshim në videon e ardhshëm.